A shkoi njeriu në hën në prill të vitit 2026? Le ta diskutojmë. Dëgjojeni me vëmendje sepse dua të bëj një diskutim të përbashkët së bashku me ju. Unë do them mendimin tim se çfarë mendoj unë, sot dua të jemi qartë. Dhe disa nga mendimet tuaja i kam lexuar, por dua të lexoj edhe pasi të kemi publikuar këtë video. Pra çfarë mendimi keni ju? Dëgjojeni reflektimin tim dhe në fund pastaj le ta diskutojmë. Si gjithmonë, kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëni like faqes dhe videos që të shihemi sërish. Dhe faleminderit që jemi bashkë. Faleminderit për mbështetjen. Atëre, së pari, duhet thënë që njerëzimi ndahet në dy grupe, madje në tre grupe, sepse një grup njerëzish mendojnë që planeti Tokë është pjatë, pra është fush, dhe nuk është e mundur që të udhëtohet jashtë orbite, sepse ekzistojnë qiejt, ose mirë një forum gravitacionale që është e pamundur që njeriu të shkojë tej kësaj orbite. Dhe pastaj është një pjesë tjetër, pra kjo pjesë e parë thonë që nuk ka shkuar kurrë në hën njeriu. Por ka një pjesë tjetër, një pjesë të njerëzve që thonë në vitin 1969 njeriu nuk ka shkuar në hën, por kësaj radhe ka shkuar. Pra ka disa që thonë që ka shkuar tani. Por ka dhe të tjerë që pjesa tjetër që është pak e dyshimt, por thonë që kanë shkuar në hën. Dhe unë do t'ju them të tre këto kategori. Atëre, kategoria, pra kanë shkuar në hën në vitin 1969 dhe kanë shkuar në hën edhe tani. Do t'ju them së pari të vlerësojmë, duhet ta bëj së bashku me ju. Unë do them mendimin tim, pastaj ju. Pra, duhet të vlerësoj fillimisht mendimin e këtyre tre grupeve. Mendimi i parë. Grupi i parë ka diçka. Që grupi i parë nuk ka informacione eksakte. Pra, ata që thonë për tokën e sheshtë. Nuk kanë informacione të sakta që pse është e sheshtë dhe kur i përmenden faktet e tokës rrumullakt, thonë ndryshe. Pjesa tjetër, pra nuk kanë informacione të parët, i kanë të munguara. Kurse pjesa tjetër, që thonë në vitin 1969 nuk kanë qenë, por tani kanë qenë, pra një pjesë që janë skeptik, por janë me këmbë në tokë se duan më shumë informacione, kanë informacione, por janë hulumtues. Pra kanë informacione, por janë hulumtues. Kurse pjesa tjetër që besojnë totalisht, çuditërisht, janë që të gjithë profesor, doktor, inxhinier, virenire. E kam studiuar këtë dhe po ja u them. Dhe çuditërisht, të gjithë këta që besojnë verbërisht janë ata që kanë marrë një diplomë. Tani, unë nuk dua të gjykoj. Ju lë juve gjykimin, sepse nuk dëshiroj që të gjykoj se cili ka mendimin e tij, por këto janë tre kategoritë. Me një fjalë, dikush hidhet në zjarr, që janë këta profesorët, avokatët, studiuesit, hidhen në zjarr, thonë, çfarë thoni ju mor? Pra hidhen në zjarr pa qenë në orbit, pa qenë astronaut, pra pa patur fakte, nuk i kanë faktet. Por thonë, me sy mbyllur, sepse e pranon shkenca. Pra shkencërisht thuhet kështu dhe ata thonë, ne hidhemi në zjarr për këtë. Thash, tani vendoseni ju. Dhe unë po them mendimin tim. Atëre, për mendimin tim në vitin 1969 nuk kanë shkuar në hën. Mendimi im, po them. Dhe do t'ja them se përse. Nuk kishte në atë vit, nuk e filluar që nga viti 1969 deri në vitin 78 si shton ata, që kanë shkuar me misionin Apollo. Nuk është e mundur. Ata ndoshta e kanë provuar disa herë, por nuk është e mundur dhe do t'i them se përse. Atëre, Van Allen, duhet të dini që në sipërfaqen e tokës, pra mbi atmosferën e tokës, gjenden dy si të quhen, dy mburojat që quhen Van Allen. Mburojat janë ato, i keni vënë re ato si me harqe kështu, për të kuptuar që ka një fushë magnetike të fortë? Okej. Vetë Van Allen, që ka studiuar dhe i ka zbuluar këto, thoshte dhe shkruan. Njeriu nuk mundet që të kaloj barierën Van Allen, si quhet, barikadën Van Allen, sepse janë vibrime të fushës elektromagnetike vdekjeprurse për njeriun.
deri kur njeriu deri kur nuk ka mundësi që të zbuloj pra veshjen që ta mbrojë nga kjo, atëherë deri në atë kohë ai nuk mund të shkojë në orbit. Pra Van Allen thoshte që nuk mund të shkohet në orbit pikërisht sepse ekziston një fushë magnetike, nëse mbani mend disa herë kam thënë në për video, ku them që e kam thënë të dyshimt me superlativa, por sot duhet jemi qartë. Unë them që një trup fizik është e pamundur që të kalojë atmosferën për të vetmen arsye. Sepse fusha elektromagnetike futet edhe brenda anijeve kozmike. Duke u futur brenda anijeve kozmike, futet në trurin e njeriut dhe shkatërron trurin. Sepse nuk je në habitatin tënd, jetej në hapësirë. Dhe duke shkatëruar mendjen, ti nuk ke më mundësi. Është e pamundur. Ti mund të vendosësh çfarë të duash në kokë. Pra, ky është mendimi im. Por, një sekond. Ndoshta kanë zbuluar, tani me kalim sepse jemi në vitin 2026, ndoshta kanë zbuluar një metodë për të ruajtur, pra për të mbajtur as si e njëjta gjë si buroja Van Allen që mbron tokën, pra e njëjta formë, ajo që mbron tokën që është fushë elektromagnetike, ndoshta njerëzit, pra shkenca, ka studiuar një formë, pra tute, si mund të quhen ato, ose një formë nga ato tutat e astronautëve, dhe kokore, sepse nuk duhet hyrë në asnjë anë, që mund të qëndroni aty me fjalë pa patur asnjë kontakt me botën jashtë. Mundet them. Por edhe kjo më bën të dyshoj. Më bën të dyshoj sepse ne jemi mësuar, e thot shkenca kuantike, nuk është se them unë, që Fahrenheit, për shembull, bariera Fahrenheit mund të kalohet vetëm me mendim. Me fjalë, mendimi i njeriu të kalon. Nëse ne do futemi në një kompjuter, për shembull si që ka shpikur tani Elon Musk, që ti me anë të një mikrochipi të vogël shkruan në kompjuter, pra mendja e njeriu mund të shkruajë në kompjuter. E njëjta gjë është pra ajo fusha magnetike jashtë orbite. Por ka një gjë, që ajo është vdekje prurse. Dhe si është e mundur që këta të shkojnë dhe të kthehen? Pra ta kalojnë barierën Van Allen. Kjo thash më bën të dyshoj. Megjithatë, ndoshta nuk e kanë tejkaluar orbitën dhe ndoshta kanë çuar vetëm anije kozmike. Pra ata mund të jenë futur, siç mund të quhet, në stacionin, për shembull, atë ISS-n internacionalen, ose siç kanë vënë, nuk e di keni para apo jo disa video që tregojnë që ata me fjalë anija kozmike iku, po ata mbetën këtu. Nuk e di e keni para apo jo. Dhe hedhin me avion, tani kur u kthyen datën 11, hodhën me avion një, të paktën kështu thuhet, teori konspirative, një formë tamam si ajo që nuk ishte e njëjtë, siç thotë dikush, i ngjasonte, por nuk ishte e njëjtë, dhe për disa nuk kanë qenë fare. Pra mund të ketë shkuar objekti, por jo trupat fizik, sepse është e pamundur që të tejkalojnë këto fashat, ose si quhet rripin Van Allen. Pra gjithë rripat Van Allen që gjenden përreth tokës. Dhe unë nuk është se i besoj shumë NASA-s, para stacionit NASA, të them të vërtetën. Por sepse ka disa gjëra që pse duhet të modifikojnë, për shembull, imazhet, videot ose fotografit, për çfarë arsye duhet i modifikojnë? Është i vetmi institucion që nuk duhet absolutisht ti modifikoj. Fare, ashtu siç janë. Pra pyetja është pse ti modifikoj. Dhe kam lexuar dhe kam parë, keni parë dhe në emisionin, kur e kemi bërë të emisionin Enigma, ajo Donna Ware, si quhesh, ajo që ka punuar për stacionin NASA dhe ka deklaruar publikisht që fotografitë e NASA-s modifikohen. Ajo ka punuar atje. Pra, për shumë arsye, nuk mund të thot një njeri i tillë me fjalë që ka punuar për vite tek NASA dhe të thot budallëqe. Nuk është e mundur. Me fjalë nuk është se i trillon, nuk besoj për këtë. Megjithatë, ajo që më intrigon më shumë, them, pse duhet të modifikoj?
pra imazhet. Dhe tani dua t'ju pyes ju, çfarë mendimi keni për të tre këto kategori që ju thash më përpara, por si mendoni, a ka qenë tani në vitin 2026 njeriu në hënë, po apo jo? Pres komentet tuaja. Ju përqafoj.